Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë quhem Elsa dhe më në fund do të nisim një vlog të ri. Tani po e kem në Sipria. U e tha Briani lajmin pa hapur unë kamerën akoma. Dhe si sta Briani po. Nuk më lë Briani që të bëj vlog. Kemi një kohë të gjatë që nuk jemi dëgjuar. Kohët e fundit që kemi bërë video nuk kam qenë fort mirë nga shëndeti. Se u smura në Vjen e keni marrë vesh të gjitha këto gjërat. Nuk kam xhiruar qëna ditëlindja ime edhe deri më sot nuk kam xhiruar fare, nuk e kam hapur kamerën fare. Se edhe 15 ditë ndonja shtrirë në krevat, se me të vërtet u smura shumë keq nga ky gripi, to me rënd. Dhe në fund të fundit vajta edhe në spital gjithashtu, ilaçet që mora në farmaci, sa u ktheva nga Vjena, shkova njërë në farmaci, të merja disa ilaçe, mirë por ato nuk më bën asnjë lloj efekti. Temperatura prap vazhdonte që të mos më ulej, edhe kështu përfundova që të veja në spital, sepse nuk mund që të rria edhe ditë më tepër me atë temperaturë që unë kisha. Shkova në spital, mora disa ilaçe të tjera, edhe më pas ato ilaçet më bën mirë, më shuruan edhe më thanë tek spitali që ke kaluar një ftomë të rënd. Më pas erdhën edhe festat e fundvitit, ishte Briani në shtëpi 15 ditë nga festat, dhe doja që kohën time t'ja kushtoja Brianit, të rria sa më shumë me të dilnim, xhiro, edhe të merja edhe pak veten. Dhe mendova që ato ditë të mos xhiroj, edhe telefonin nuk e kam hapur fare, kam ndonjur pak si larg rrjeteve sociale, kam marrë kohën time, edhe ja, edhe dita që të rikthehemi përsëri. Na duhet energjia, fuqia, sepse do e hapim kamerën shumë shpesh tashmë, siç e morët vesh edhe nga Briani, po nisemi më në fund, erdhi dita që po nisemi për në Shqipëri. U bën 4 vite, plot 4 vite që ne nuk vemi në Shqipëri njerëz, sepse siç e dini, kemi pasur disa probleme. Dhe më në fund po nisemi, kemi plot një muaj që do qëndrojmë atje, por kemi dhe gjërat të tjera të bukura që të bëjmë, nuk do jemi vetëse në Shqipëri, por këto gjërat mbeten për të parë. U nisëm partije nga Santorini me tragjet, u ka marrë disa pjesë të vogla, më pas qëndruam një natë këtu në Athinë që të qetësoheshim, gjithashtu edhe ditën tjetër menduam të qëndronim, sepse bëm pak shopping, blem disa gjëra të reja, nuk ju hapa dije, t'u them të drejtën, këse bëm ndonjë gjë tjetër veç se të blinim disa rroba. Edhe doja që të nxitoja pak, se dhe Briani po bezdisej, vajtëm në disa vende, gjithashtu edhe pjesën e shumët të kohës nuk e kishi makinën, sepse quam edhe makinën për një kontroll, që të ndronim vajrat edhe filtrat. Kështu njerëz, tani jem gati që të nisemi për në Shqipëri, ora ndërkohë është 9, kohën nuk i kemi shumë të bukur, është ftohtë, erë e vrenjtur. Besoj që për 6 orë vemi në Shqipëri, të kemi një rrugë të mbarë edhe nisemi. Se u nisëm nga shtëpia pa ngrënë mëngjes, morëm ndonjë tiropit, kafe, ujë, hëngrëm, tani jemi futur përsëri në makinë, të vazhdojmë rrugën tonë akoma. Branushin, siç e shihni, e ka zënë gjumi. Ne të tjerët jemi super okej, kemi vendosur edhe muzikë të bukur këtu tek makina.
Dhe si një njeri që vdes për rrugë të gjata me makinë, jam shumë e sigurt që do ta shijoj shumë këtë udhëtimin me makinë. Edhe diku tek 4 orë gjysmë arrim në Shqipëri. Kështu që le të vazhdojmë akoma me udhëtimin ton njerëz. Arritëm në Shqipëri. Kemi ardhur në një market këtu. Do marrim disa gjëra, gjithashtu Taku po merr edhe një numër telefoni që ta vendosi se tani nuk kemi internet tek telefoni. Dhe besoj për një orë gjysmë, 2 orë, diku aty arrim në Vlorë. Po ju bëj një haul me gjërat e para që morëm këtu në Shqipëri. Dhe po filloj me të preferuarat e mia, që kësaj që vinin njerëz në Santorini, i porosisja që të më sillnin shumë nga këto. Ne i thoshim puf, paf, diçka të tillë, mbaj mend që i thoshim, edhe kanë një super shije, më pëlqen shumë sidomos po pjesa që kanë nga brenda, që është me të bardhë. Më pas ka marrë Belino, që janë me krem me çokoladë të bardhë. Dhe të fundit 2 amita me qërshi. Nuk morëm shumë gjëra këtu, se nuk duam që të prishim urinë. Se folëm pak edhe me kunatin, me Zeqën, ai ndodhet në Shqipëri. Dhe na tha që po na bën Mamegjinua një super drek të mirë, me ushqime shumë të mira. Dhe ndaj menduam të mos e prishim urinë me këto gjërat. Dhe të shkojmë që të ham drek tek shtëpia. Arritëm në Vlorë. Tani neve po gjejmë në një vend këtu që të parkojmë makinën. Do mundohemi që ta parkojmë poshtë pallatit ku kemi shtëpinë. Po me sa shoh këtu s'besoj që të gjejmë. Do takojmë në Gjinën? Edhe gjyshi besnikun? Pa me krikora. Pa me të gjyshi besniku. Ku të pëlqen më shumë, shtëpia te Santorini apo shtëpia këtu te Shqipëria, te Vlora? Që bëjmë kuqezi? Na ju ka marrë madhi për Zeqën, për kunatin. Ja, kunatin ku e kemi, ja. Në qoshe kunatin, në qoshe. Shqipëria është shumë e bukur. Shumë e bukur Shqipëria, po. Do rrim tu apo do ikim te Santorini? Shqipëria. Te Shqipëria? Ule. Te kadra, edhe. Ja, sa va. Do të ndjerë pjatë. Jo, është 26.
Ti të nxjerr prapa tu. Po ti. Io janë këtej. Gure këto frigorifer. Martina do dalë me gjyshi, pasaj do të blej gjyshi. Do të blej gjyshi kura tuja Martinën, atë që do brajani. Ja nuk e mo vatëm të marketi grek. Gregore, unë të iksa do na smurësh prapë. Do na smur pra. Si ke dua kulaçu. Se na erdhët. Taku që po na bën unboxing që ka bler mami Dorat. Dyson. Do i ke për cep. Bravo për unboxing Spartak, e ke qarë. Bëra një banjo, nuk po duroja dot, mezi po prisja që të bëja një banjo, edhe të pastroja pak flokët, pak fytyrën, por sikur më ka dal një puçur këtu tek buza. Shpresoj që të më shërohet sa më shpejt. Nuk e di po sa herë që marru rrugë dhe të bëj një gjë, gjithmonë do më ndodhi diçka e pakëndshme. Por mbasa na ikën, mbasa nuk urrej shumë, po mendoj bashkë me Takun që të dalim ndonjë xhiro, të vemi pak andej në qendër, në Lugomare, ndonjë xhiro me makinë. Më duhet të vete të marr edhe me ndonjë market disa gjëra, shpresoj që të ketë hapur këtu në Shqipëri në këtë orë. Tashmë është ora 8 edhe do shkojmë për një orë jashtë, sepse kemi dhe Big Brotherin, që të kthemi dhe ta shohim. Ndërkohë, po u tregoj edhe pak veshjen. Njëroni pak rrëmujën që bëhet këtu tek dhoma e gjumit. Thjesht fare u vesha një pal xhinse blu, këtë bluzën e trash me vija. Vesha edhe këtë palton e gjatë të zezën, vura edhe syzet, ndërsa nga pjesa e fytyrës nuk bëra absolutisht as dhe gjë, thjesht e hidratova me skincare, edhe mendova që të mos bëj make-up, se s'është se do vete me ndonjë vend, thjesht një xhiro me makinë, pak në një mini market, edhe do rikthehemi përsëri në shtëpi. Kemi marrë një suko dhe vajtëm tek marketi im. Morëm gjithashtu një Bravo me rush. Big Brotherin nga ka filluar. Kemi marrë 2 çibur. Më falin për zhurmi. Këtë e kemi me Rigon, kurse këtë e kemi marrë me Space DX. Kemi marrë 2 cin nga këto në ngjyrë roz, edhe një Albeni. Na ka filluar edhe Big Brotheri. Mirëmëngjesi nga dita tjetër, sapo jemi ngritur dhe gjë e parë që bëra, sa ngrita është të rregulloja pak valixhet që kishim marrë me rroba, se nuk po i shikoja dot më kështu të hedhura nëpër shtëpi dhe i kam vendosur të gjitha nëpër vendin e tyre. Më pas lava fytyrën, bëra një skincare, rregullova edhe pak flokët, vëreva që kisha harruar edhe rimelin në shtëpi, në Santorini, dhe duket që tek qërpikët nuk kam bërë asgjë, por kisha atë fushën që rregulloja vetullat, edhe me atë i rregullova pak edhe qërpikët. Buzët tani mua kështu më duket sikur më ka peckuar një arz. Shkonin pak dallimin e kësaj që kam me atë herpesin edhe kësaj tjetrës. Se në prishën edhe flokët. Nejse, tani më ka mbetur që të zgjedh edhe veshjen e ditës, por do shkoj nga salloni sepse do ham edhe mëngjesin. Mirëmëngjesi. E bëre xhirën e mëngjesit? Jo, nuk më ashtu ka dalë. Tani do dalësh. Edhe mëngjesi për sot kemi udhin, fshati, mjalt, bio, reçel,
I bër vet apo i bler nuk e di. Vestë freskëta, djath, salcice dhe këtu që ky po ha shesh me kos. Dhe të na bëj mirë. Hëngra dhe o zot sa shumë që më shijuan ato vezët e freskëta, më kishte marrë madi që të provoja vezë të freskëta të ziera. Hëngra dhe 2 kokra madi, unë asnjëherë nuk ha 2 kokra, por nga që më pëlqyen shumë dhe i hëngra të dyja. Vesha dhe pak të dhushin nga sipër se sikur po mbërdhia. Po mendoj pak se çfarë të vesh për sot, po ju tregoj edhe juve se çfarë kam menduar që të vesh për sot. Atëherë, kam menduar të vesh këto xhinset, ja pak të gjëra, edhe kam të ngjyrën blu. Nga brenda them që të vesh këtë bluzën që e bleva tek Zara, ka dhe etiketë këtu, është kafe dhe të ri pas trupit, e ka marrë në masë medium, edhe ka kushtuar 8 euro. Dhe gjithashtu po mendoj të vendos edhe një kapele nga sipër. Këtu mora një palë syze të reja tek Mango, janë kushtuan 20 euro dhe to ju tregoj kur t'i hap. Dhe po mendoj që nga sipër të vendos këtë dushin. Tani po shkoj të vishem dhe t'u tregoj edhe pak outfitin se si do dalë në fund. Voila, ky është edhe përfundimi. Kjo është bluza, dushi sipër, kapela, këto syzet, këto ishin ato që mora tek Mango, dhe jeanset. Tani po mendoj që nga këmbët të vesh aksat ngjyrë kafe, edhe jemi super gati që të dalim. Shkojmë në llogara, do na çoj zequa në llogara. Koha është shumë e mirë, shumë e ngrohtë, kunati që këtu mbrapa po më tall mua. Po më thotë që inshallah të ketë ndonjë gjë rrugës, se e di që unë kam shumë frikë qenët. Voila, sa po zbritëm këtu në llogara. Dhe o zot se sa më kishte munguar kjo pamja. Tani do t'u tregoj disa pjesë të tjera që janë akoma edhe më të bukura. Wow. Tani që konati në vajti që në mbush ujë burimi. Por s'kishim marrë me vete bidona, pagure dhe gjëra kështu. Kisha mund një shishe të vogël këtu tek makina që e kisha që nga Athina. Po e derdha ato ujë tani dhe po mbush ujë burimi që të provojmë ujin e burimit. Tani do provojmë ujë burimi. Dëgjoj Brian. Jo, mami, ky është ujë më i pastër. Papa, shumë i mirë. Është më i mirë se supermarket, është ujë shumë i mirë i pastër. Tani po e provojmë. Shumë e mirë, Brian. I ftohtë, më duket që është shumë i mirë. Pasi bëm xhiron ton me makinë, pam disa pamje shumë të bukura. Daluam në disa vende që kishte vërtet pamje fantastike. Bëm edhe gjithashtu disa foto. Dhe tani po vemi që të pim një kafe, se nuk po dronte do të më taku pa kafe. Është mësuar që pi çdo mëngjes kafe dhe sot nuk piu veç hëngri mëngjes. Kemi ardhur në Kanin dhe shkoni pak se çfarë pamje që ndodhet këtu mbrapa meje dhe lokali është këtu dhe ka këtë pamjen këtu. Shumë bukur. Bëm porosit, unë mora për vete një cappuccino, nuk e di, më tha zequa që të mos marrë se nuk kërse i bëjnë shumë të mira, po thash okej, po e porosis dhe do shoh kur të vi nëse është e mirë ose jo, ndërsa çunat morën kafe turke.
Nuk e di pse më tha Kunati që mos porosit kafe, cappuccino, por mua shumë mirë më shijoi, ishte shumë e mirë dhe sidomos me këtë pamjen që kemi këtu, më shijoi dy fish ky kafeja e sotme. Dhe sa po erdhëm në shtëpi, po ju tregoj edhe pak se çfarë ka gatuar Vjera, se ka bërë një gjallë shumë të mirë dhe është e preferuara e Takut. Dhe voilà, këtu kemi rosnica. Derisa këtu po ngrohim qumësht, po shikoni pak se sa e bukur që është kjo nxjerrja. Nuk e di, po pëlqen ka shumë. Se do të bukur rosnicat? Mira.